Zyra e monedhave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fillojë të prodhojë monedha $1 me fytyrën e presidentit Donald Trump në pjesën e përparme, si pjesë e përkujtimit të 250 vjetorit të kombit, tha sekretari i thesarit Scott Bessent. Dizajni që përmban gjithashtu fjalët liri, në Zotin e besojmë, edhe 1776-2026 në pjesën e përparme dhe një imazh të shqiponjës nga vula presidenciale në pjesën e pasme, ishte një rishikim nga një draft i bërë publik në tetor. Pjesa e pasme e atij dizajni tregonte Trump duke mbajtur një grusht të ngritur të rrethuar me fjalët luft, 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 një referencë për atentatin e vitit 2024 kundër tij. Trump tha se ndjehej i nderuar nga monedha. Më dhanë një monedhë, tha Trump në një intervistë me Fox Business. Nga sa kuptoj unë, kjo është shumë e pazakontë. Kritikët kanë ngritur pikpyetje në lidhje me ligjshmërinë e dizajnit. Një ligj amerikan i vitit 1866 urdhëron që portreti i asnjë personi të gjallë nuk mund të përdoret në monedhën amerikane, por kjo i referohet kartë monedhave të prodhuara nga Byroja e Gdhendjes dhe Shtypjes. Në vitin 2020, Kongresi miratoi një ligj që i lejonte sekretarit të thesarit të priste monedha $1 për të shënuar 250 vjetorin, por ky ligj ndalonte dizenjot që portretizonin një person të gjallë.